Dëshironi të keni kocka të forta, atëherë këto janë vitaminat që ju duhen. Një nga mënyrat më të thjeshta për të mbajtur kocka të forta është të merrni kalcium në regjimin tuaj ditor. Mos harroni që ky përbërës rrit dhëmb dhe kocka të forta tek fëmijët. Disa produkte ushqimore që kanë sasi të larta kalciumi janë kosti natyral, djath, salmon, sardele, perime, brokoli dhe spinaq. Vitamina D është një përbërës tjetër i domosdoshëm për organizmin ton, sepse trupi humbet aftësinë për të përpunuar gjithë sasinë e kalciumit. Vitamina ka një rol të madh në ruajtjen e nivelit të kalciumit. Burimi më i mirë i vitaminës D është pikërisht dielli, por meqense stinët ndryshojnë dhe në vjesht dhe në dimër, këto mungojnë, atëherë ju mund të zëvendësoni ato me medikamente. Prandaj, nëse dëshironi që të keni një organizëm të mirë dhe kocka të qëndrueshme, atëherë ju duhet të filloni dhe të merrni medikamente të cilat kanë në përbërjen e tyre vitaminën D dhe kalciumin.